Assalamu alaikum, vëllezër dhe motra të dashura. Ramazani po troket në dyert tona dhe secili prej nesh duhet ta pyes veten: a jam vërtet gati? A jam përgatitur shpirtërisht për këtë mysafir të bekuar? Shumë njerëz e shohin agjërimin vetëm si ndalim nga ushqimi dhe pija, por Ramazani është shumë më tepër. Ai është shkolla e durimit, e sinqeritetit dhe e lidhjes me Allahun. Sot dua t'ju prezantoj projektin e parë të Ramazanit, një çelës që shndron agjërimin nga një përpjekje fizike në një investim të madh për ahiretin. Ky projekt quhet Ihtisab, sigurimi i ditës së vështirë. Ihtisab do të thotë të agjërosh jo nga zakoni dhe jo sepse agjërojnë të tjerat, por me besim të plot në Allahun dhe me shpresë të sinqertë në shpërblimin e tij. Në hadithin Kudsi, Allahu i Madhruar thotë: agjërimi është për mua dhe unë vetë shpërblej atë. Çdo moment uri dhe çdo çast etjeje nuk humbet, çdo sekondë është e regjistruar dhe e ruajtur si thesar. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush agjeron Ramazanin me besim dhe duke shpresuar shpërblimin, i falen mëkatet e mëparshme. Buhariu dhe Muslimi. Në ditë agjërimi në Ramazan zgjat rreth 14 orë, mbi 50.000 sekonda durim dhe sakrificë, ndërsa dita e gjykimit, siç na ka treguar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, do të zgjas 50.000 vite. Allahu i Madhruar thot në Kur'an: një ditë tek Zoti yt është sa 50.000 vjet. Suratul Ma'arij ajeti 4. Çdo sekondë agjërimit tënd e bërë me ihtisab është mburojë. I dërguari i Allahut alayhi salatu wassalam ka thënë: agjërimi është mburojë. Buhariu dhe Muslimi. Mburoj nga zjarri, nga dënimi dhe nga tmerri asaj dite. Kur ndjen uri, mos u anko. Thuaj në zemrën tënde: o Allah, po e llogaris këtë për ty. Kur ndjen etje, kujto etjen e ditës së gjykimit. Kur ndjen lodhje, mos harro se çdo frymëmarrje e agjëruesit është adhurim. Agjërimi nuk është dietë. Ai është besnikëri ndaj Allahut dhe marrëdhënie drejt për drejt me Zotin. Allahu i Madhruar thot: o ju që besuat, ju është bërë obligim agjërimi ashtu siç është bërë obligim atyre para jush, që të bëheni të devotshëm. Suratul Baqara, ajeti 183. Me këtë Ramazan le të agjërojmë me zemër dhe me shpirt. Le të jetojmë çdo ditë me ihtisab, duke shpresuar shpërblimin e Allahut në çdo çast. Bëjeni çdo sekondë të agjërimit një investim për jetën e përjetshme. Kjo është fuqia e ihtisabit.